Përshëndetje të dashura krepër, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është simboli i ujit. Është një periudhë kur akrepi duhet parë me kujdes si po e drejton energjinë, forcën, dëshirën, veprimet e juaja, nëse ajo energji po shkon drejt ndërtimit apo shpërdorimit. Të dashur akrep, kjo letër tregon se ke nevojë të shohësh situatat me objektivitet, jo përmes pasioneve apo emocioneve të forta. Është koha për të përdorur inteligjencën dhe intuitën si mjet analize, për të kuptuar ku po investon energjinë dhe apo të kthehet ajo në rezultat konkret. Në aspektin praktik, kjo letër do thoshte, mos vepro në ndikimin e zhgënjimit apo zemrimit, ftohu një hap pas dhe vlerëso me logjik. Analizo situatat profesionale apo financiare apo familjare apo sido që të jenë në bazë të dhënave reale, jo ndjesive. Në marrëdhënie, pune ose bashkëpunimi, ruaj kufit dhe mos u përpiq të kontrollosh gjithçka. Fokuso te ajo që mund të ndërtosh vetë. Kujdes me fjalët dhe komunikimin, ato duhet të jenë të qarta dhe të maturuara, jo reaktive. Nëse, të dashura krepër, arrin të mbash këtë ekuilibër, javët që vijnë do të sjellin një kthes të favorshme, ku do ta shohësh më qartë drejtimin që duhet marrë. Por nëse i le emocionet të dominojnë, mund të krijosh konfuzion ose të marrësh vendimet që pendohesh më vonë. Kjo është një periudhë për strategji të qeta, vendime të planifikuara dhe reagime të mençura, të dashura krepër. Vetë kontrolli është çelësi që kthen çdo situatë në përfitim. Në thelb, mesazhi juaj është: mos reago, vëzhgo, njeh veten, kontrollo drejtimin dhe jo anasjelltas.